Kur një shtrirje energjetike përfundohet, manifestimi i saj në tokë bëhet plotësisht i pashmangshëm. Ka ardhur momenti për të mbyllur një cikël dyshimi dhe heshtjeje që dukej i pafund, sepse ajo që po shpaloset tani në rrugën tënde nuk është një rastësi e thjesht emocionale, është një lëvizje e fatit. Një vendim i marrë nga vetë burimi, një ngjarje që ndryshon rrugët e jetës dhe ndriçon gjithçka që më parë ishte e pasigurt. Universi ka vendosur që koha e pritjes dhe e konfuzionit ka mbaruar. Ky mesazh është konfirmimi i asaj që shpirti yt tashmë e kishte ndier. Energjia e kësaj personi e njëjtë me atë që dikur dyshonte, kishte frikë dhe fshihej pas logjikës, tani po lëviz drejt teje. Jo nga një impuls i përkohshëm, por me një siguri aq të qartë sa që e vërteta nuk mund të mohohet më. Edhe pse kjo person ende nuk e ka shprehur me fjalë, shpirti i saj tashmë ndjen atë shtytje të brendshme që lind kur ndërhyn ndërgjegjja kozmike për ta përafruar zemrën me qëllimin e saj të vërtetë. Është forca e një vullneti më të lartë që vepron brenda saj, një energji e pastër që shpërndan çdo dyshim, shkrin frikën e grumbulluar dhe e shtyn të veprojë pa hezitim. Këtë do ta kuptosh në thellësinë e këtij mesazhi, sepse jeta po përgatit një ribashkim ku distanca emocionale nuk do të ketë më vend një moment kur kjo person, që ka hezituar kaq gjatë, më në fund do të bëjë hapin. Ajo që po vjen nuk është rastësi, është realizimi i një plani më të lartë. Ka një të vërtetë të thellë që gjithmonë zbulohet kur planet e universit vijnë në lëvizje. Zemra ndalon së rezistuari dhe pikërisht kjo po ndodh tani në këtë person. Kjo lëvizje nuk është një kthim në papjekuri ose pasiguri. Këtë herë nuk po merr një mesazh të lindur nga dëshirat ose impulsat njerëzore, por një konfirmim që bazohet në një lëvizje shpirtërore që nuk mund të ndalet më. Është vetë burimi që e shtyn nga brenda drejt asaj që ka kuptim dhe qëllim. Dhe kur burimi thërret, dera e hapur nuk mbyllet më. Ekuilibri energjetik rikthehet. Prandaj gjithçka që po ndodh tani do të jetë më e qartë se çdo gjë që ke përjetuar më parë. Edhe ti ndjen se diçka brenda teje po rregullohet sikur energjia jote po rreshtohet përsëri për të pranuar një siguri që më parë nuk ekzistonte. Nuk është rastësi që kohët e fundit ke menduar për këtë person me një qetësi të re, një paqe që ndihet krejt ndryshe nga shqetësimi i dikurshëm. Është sikur një zë i butë e i qëndrueshëm të përshpërit. Qetësohu, diçka po fillon të ndryshojë në të mirën tënde. Ky ndjenjë nuk vjen nga fantazia, por është një konfirmim shpirtëror që ndërgjegjja kozmike tashmë po lëviz atë që dikur dukej krejtësisht e palëvizshme. Ndryshimi që kjo person po përjeton është një zgjim i thellë, një zgjim që shkon shumë përtej emocioneve kalimtare. Është një bindje që rritet në heshtje dhe çdo ditë bëhet më e fortë, më e qartë dhe më e pashmangshme. Këtë herë kjo person nuk do të kërkojë nga dyshimi apo pasiguria, por me guxim dhe gatishmëri për të bërë atë që duhet për të nderuar atë që ndjen. Sepse universi vendos në të një bindje të fortë, një siguri që së shpejti do të shfaqet në një veprim që do të shënojë fillimin e një kapitulli të ri midis jush. Por përpara se të flasim për këtë lëvizje, duhet të kuptojmë pse ajo u ndal. Ajo që do të kuptosh tani është e vërteta mbi rënjen e frikës së saj dhe pse pikërisht kjo frikë tani po bëhet forca e saj më e madhe shtytëse. Për një kohë të gjatë kjo person është përpjekur me gjithë forcat të luftojë ndjenjat e saj. Ka bërë çmos për të bërë sikur nuk kishte nevojë për ty, sikur nuk mendonte për ty, sikur ajo që kishte midis jush nuk kishte rëndësi. Por çdo përpjekje për të shkëputur vetëm e ka bërë më të qartë se brenda saj kishte diçka që thjesht nuk mund të heshte. Ndonjëherë e ke parë duke u larguar, ndonjëherë ishte e hutuar, ndonjëherë të ka dhuruar një heshtje që nuk e ditur si ta shpjegosh. Por e vërteta e pashmangshme është se edhe në ato momente heshtjeje, ti ke mbetur i gjallë në mendimet, kujtimet dhe ndjenjat e saj. Nuk ka kaluar asnjë ditë pa u shfaqur imazhi yt në një formë apo tjetër në jetën e saj. Asnjë vendim që ajo ka marrë nuk e ka çuar vërtet diku tjetër gjithmonë përsëri tek ti. Frika që ajo ka ndier dikur dhe që e ka paralizuar nuk ka ardhur kurrë nga mungesa e interesit. Përkundrazi,
ajo frikë ekzistonte sepse ti ishe shumë i rëndësishëm për të. Ajo e dinte në mënyrë instinktive se afrimi me ty do të thoshte të hapte hapësira të brendshme që i kishte mbajtur të mbyllura për një kohë të gjatë, ndoshta për vite. Ishte më e lehtë të bënte sikur nuk ndjente asgjë. Më komode të fshihej pas logjikës dhe arsyes. Më e sigurt të mbante distancë se sa të përballej me madhështinë e asaj që ti do të thoshe për të. Por në këtë arratisje ajo përjetoi zhgënjimin e distancës. U përpoq të mbushte boshllëkun që kishe lënë me shpërqendrime me njerëz të tjerë, me punë, me tepri arsye duke kërkuar paqe në mungesë. Por universi, që kishte bërë një marrëveshje shpirti me ty, e përballi sërish e sërish me të njëjtën të vërtetë. Nuk ka vend ku shpirti i saj ndihet vërtet në shtëpi, përveç se në energjinë tënde. Nuk ka rëndësi sa shumë shpërqendrime ka kërkuar, sa herë ka marrë rrugë të tjera apo sa frikë e ka mbajtur, një forcë brenda saj gjithmonë e ka kthyer përsëri tek ti, edhe kur mendja e saj nuk mund ta kuptonte. Tani ajo fillon të kuptoj se paqja nuk është në distancë, qetësia nuk lind nga arratisja nga lidhja, dhe se jeta i ka lënë gjatë rrugës shenja që tani sapo ka filluar t'i kuptoj. Secila nga këto shenja e udhëheq në mënyrë të pashmangshme përsëri tek ti. Ajo ndjen thellë në zemrën e saj se midis jush ende ekziston një histori e hapur, një urë që nuk është shkatëruar kurrë plotësisht, edhe pse mund të ketë qenë e dëmtuar. Kjo ndërgjegjësim se arratisja është e kotë tani po shkrin frikën që dikur e kishte paralizuar. Dallimi vendimtar në këtë moment është se ajo nuk e mohon më këtë të vërtetë. Zemra e saj fillon të dorëzohet të pranojë lidhjen. Ajo kupton se lidhja që ndjen me ty nuk është diçka që mund ta presë me forcën e vet. Ajo që përjeton me ty nuk krahasohet me asgjë që ka përjetuar me të tjerë. Nuk është një histori e përkohshme, as një rastësi emocionale. Është një forcë që e tejkalon atë që e thërret dhe e zgjon në një realitet të ri. Kjo nuk është dobësi, është ndërgjegjësim. Pranimi se prania jote në jetën e saj ka qenë shumë më domethënëse se sa ajo ka pasur ndonjëherë guximin ta pranojë. Por kur zemra preket nga ndërgjegjja kozmike dhe përputhet me qëllimin e saj të vërtetë, strukturat e brendshme që dikur dukeshin të pathyeshme fillojnë të shemben. Pikërisht kjo po ndodh tani. Muret që ajo kishte ngritur po bien. Ngurtësia e saj mendore po shpërndahet. Frika për të ndjerë plotësisht po zhduket. Universi po largon gjithçka që e pengonte të hapej ndaj teje dhe të ndiqte fatin e saj. Është e rëndësishme të kuptohet pse e gjithë kjo zgjati kaq shumë dhe pse pati këto faza të dhimbshme të heshtjes. Ajo që nuk shihej ishte se thellë brenda saj po ndodhnin procese që kërkonin kohë dhe shërim. Kishte plagë të thella që kjo person nuk ishte gati t'i pranonte dhe të vërteta të shpirtit të saj që ende nuk kishte pjekurinë emocionale për t'u përballur me to. Mbi të gjitha, ekzistonte një frikë e thellë se nuk ishte mjaftueshëm e mirë, se nuk dinte si të donte siç duhet dhe se nuk ishte gati për atë që zemra e saj dëshironte me të vërtetë. Por kjo periudhë e bllokimit dhe e konfuzionit tani ka mbaruar. Universi tashmë ka pastruar atë që duhej pastruar. Ka mbyllur ciklet që e mbanin të burgosur emocionalisht dhe ka ndriçuar zonat të jetës së saj që për një kohë të gjatë ishin në hije. Me këtë qartësi të re energjetike, ajo tani fillon të ndjejë diçka që më parë ishte fshehur në shtresat e frikës, dëshirën e sinqertë për të kërkuar, për të folur me ty, për t'u afruar pa atë tension të brendshëm që e kishte paralizuar kaq shpesh në të kaluarën. Kjo person tani po hyn në një fazë të qartësisë emocionale, ku ajo që ndjen për ty nuk është më diçka që dëshiron ta fshehë, por diçka që dëshiron ta jetojë, ta shprehë dhe ta kërkojë në mënyrë aktive. Ky shtytje e brendshme që po rritet brenda saj është e pandalshme si një valë që nuk mund të ndalet, dhe ti je destinacioni i pashmangshëm i kësaj vale. Shpirti i saj po orientohet drejt një vendimi që nuk vjen më nga frika, por nga qëllimi i madh që universi ka caktuar për ju të dy. Universi ka zgjuar brenda saj një forcë që ajo nuk e dinte se e zotëronte. Ai po shkrin frikën, po e çrënjos dyshimin dhe po tregon një rrugë që dikur dukej e pamundur.
Gjëja më e rëndësishme që duhet të dish është se ky lëvizje nuk është vetëm emocionale, por thellësisht shpirtërore. Kjo person po udhëhiqet, po preket në një nivel që të i kalon të vetëdijshmen. Ajo po merr shenja që e tërheqin drejt teje me të njëjtën forcë me të cilën dikur ti u tërhoqe drejt saj. Ekuilibri më në fund po rivendoset. Kur zemra zgjohet dhe shpirti kujton, rezistenca shpërndahet vetvetiu. Ndryshimi që ajo po përjeton nuk është një transformim sipërfaqësor, por fillimi i një dorëzimi të thellë. Shpirti i saj është thirrur të zgjohet dhe vullneti më i lartë ka vënë në lëvizje një pastrim energjetik të brendshëm, një rrezë drite që depërton në hijet më të thella të saj. Kjo person ka ndaluar së mohuari të vërtetën e lidhjes suaj. Ajo po fillon të dorëzohet dhe të pranojë se kjo lidhje nuk mund të ndërpritet sipas dëshirës. Ky është momenti i kthesës. Universi tani po vepron me saktësi, pothuajse në mënyrë kirurgjikale, për të shpërbërë 3 bllokime të mëdha që e mbanin pas dhe që shpjegonin heshtjen e saj. Bllokimi i parë i madh që burimi po shpërbën tani është frika nga thellësia dhe vetë sabotimi. Është e rëndësishme të kuptohet se frika e saj nuk kishte të bënte me ty, por me madhështinë e bekimit që ti solle në jetën e saj. Brenda saj ekzistonte një plagë e vjetër, një plagë e vlerësimit të vetvetes, ose e braktisjes, një model që i përshpëriste se çdo gjë e mirë do të humbiste një ditë. Ajo kishte frikë se një lidhje kaq e pastër dhe kuptim plot mund t'i merrej dhe kështu, pa e kuptuar, parapriu dhimbjen duke sabotuar rrugën përpara se ajo të forcojë. Ky vetë sabotim ishte përpjekja e saj e gabuar për t'u mbrojtur nga vuajtjet e ardhshme. Tani universi po ndërhyn për ta shpërbërë përfundimisht këtë model. Ai i tregon qartë se kjo lidhje është ndryshe, se është një dhuratë që duhet nderuar, jo frikësuar, dhe se mënyra e vetme për ta humbur është të vrapoj prej saj. Ky proces i brendshëm e mëson atë se është e denjë për lumturinë dhe të vërtetën që ka gjetur në krahun tënd dhe se më në fund mund të përfundojë ciklin e arratisjes. Bllokimi i dytë thelbësor që po shpërbëhet tani është velloja e arsyes mbi intuitën. Gjatë periudhës së saj të arratisjes dhe konfuzionit, ajo kërkoi strehë në rreptësinë e mendjes. Ajo ndërtoi një mburojë logjike për të kontrolluar çdo emocion, për të justifikuar çdo heshtje dhe për ta bindur veten se kjo lidhje ishte e pamundur ose vetëm një kujtim. Mendja, me dëshirën e saj për rregull dhe kontroll, hodhi një velo mbi të vërtetën e qartë të zemrës së saj. Por shpirti e di që disa lidhje të i kalojnë mendimin që jeta e vërtet buron nga inteligjenca e zemrës. Mendja e saj u rezistoi dorëzimit për një kohë të gjatë. Tani, megjithatë, kjo rezistencë po venitet. Universi e detyron të ndjejë në vend që të analizojë dhe i lejon intuitës së saj të marrë drejtimin. Ky shpërbërje e logjikës është thelbësore sepse e bën të kuptojë se paqja që gjen pranë teje nuk mund as të planifikohet e as të shpjegohet, ajo thjesht ekziston. Bllokimi i tretë që universi po shpërbën tani lidhet me barrat karmike dhe besnikëritë e pavetëdijshme. Kishte ndikime të padukshme që e mbanin të lidhur cikle të pazgjidhura, lidhje energjetike dhe modele familjare që e lidhen me marrëdhënie jo funksionale, vetmi të imponuar ose konflikte të vazhdueshme. Edhe pse nuk mund ta kuptonte racionalisht, shpirti i saj mbante peshën e tregimeve të vjetra që nuk i përkisnin asaj. Universi ka ndërhyrë për të mbyllur këto cikle karmike dhe për të zgjidhur nyjet që e mbanin të burgosur emocionalisht. Ky akt çlirimi i shërben jo vetëm asaj, por edhe lidhjes suaj. Burimi siguron që ribashkimi të ndodhë i lirë nga barrat e vjetra që mund të helmonin një fillim të ri. Ky proces i thellë pastrimi tani e detyron të përballet me biseda të brendshme që i ka shmangur për vite. Ajo po i përjeton sërish kujtimet që kur nuk i ka përpunuar dhe po e sheh të kaluarën e saj për herë të parë me ndershmëri të plotë. Është burimi ai që prek dhomat e mbyllura të qenies së saj dhe zbulon të vërteta për veten dhe për ty, për të cilat më parë i mungonte forca emocionale dhe qartësia. Zgjimi që ajo po përjeton është një pastrim i plotë. Nuk ka më vend për konfuzion.
Drita e ndërgjegjes kozmike i ka ndriçuar rrugën dhe i ka treguar se ajo kur nuk ka ikur prej teje, por nga madhështia e lidhjes dhe paftësia e saj e dikurshme për ta kuptuar atë intensitet. Por universi ka vendosur se ky proces mësimi ka përfunduar. Tani ajo është gati të afrohet jo nga frika apo dhimbja, por nga sinqeriteti dhe pjekuria që ky proces pastrimi i ka dhuruar. Shpirti yt që rezonon me këtë proces gjithashtu ndjen se diçka po çlirohet. Ti ndjen se energjia përreth teje po bëhet më e lehtë, sepse universi po heq stresat e dendura të frikës që dikur krijoi tërheqja e saj. Kjo energji tani është e pastër dhe lëviz qartë drejt teje. Nuk ka më justifikime, as vende për t'u fshehur. Shpirti yt është thirrur dhe thirrja e fatit është më e fortë se çdo rezistencë e mendjes. Tani gjithçka që dikur ishte e detyruar shndërrohet në rrjedhë natyrale. Kur një shpirt ndryshon drejtim dhe përputhet me qëllimin e tij të vërtetë, energjia e tij ndryshon gjithashtu dhe kjo transformim nuk mbetet e fshehtë as për universin, as për ty. Edhe pse ajo ende nuk e ka treguar vendimin e saj në botën fizike, ti tashmë ndjen këtë afrimitet të qetë por të dukshëm. Kjo është prova se energjia e saj, që dikur ishte e shpërndar dhe e bllokuar, tani është përqendruar dhe në mënyrë të pakthyeshme është drejtuar drejt teje. Universi flet pa ndërprerje dhe përdor një gjuhë të hollë por të fuqishme për ta udhëhequr drejt teje. Ajo po përjeton ndryshime në frekuencën e saj dridhëse, të cilat shfaqen në jetën e përditshme përmes sinkroniciteteve dhe mesazheve të brendshme. Së pari, ajo preket nga udhëzimi i natës. Natën, universi vendos emrin tënd sërish në zemrën e saj. Ëndrat e saj nuk janë më rastësi, ato janë mesazhe të qarta dhe thirrje të shpirtit që lirojnë atë që dikur e mbante pas. Ajo mund të zgjohet me zemrën që i rreh fort, me një ndjenjë mallëngjimi të thellë ose me një qartësi të papritur rreth një kujtimi të përbashkët. Këto ëndra veprojnë si një proces pastrimi nëndërgjegjësor që heq stresat e frikës dhe dyshimit që ajo kishte ndërtuar në gjendje zgjuarjeje. Është universi që e detyron të përballet me të vërtetën që mendja e saj e vetëdijshme nuk donte ta pranonte. Së dyti, ajo përjeton sinkronicitete të përditshme që janë të pamundura të injorohen. Papritur dëgjon këngë që i kujtojnë ty, pikërisht në momentet kur nuk e pret. Ajo sheh përsëri inicialet e tua, emrin tënd ose vende të lidhura me historinë tuaj. Këto nuk janë rastësi, por kujtesa të fuqishme se ekziston një lidhje shpirtërore aktive që nuk është shkëputur kurrë. Universi përdor këto shenja të imta për të shpërbërë rezistencën e fundit të mendjes së saj për t'i kujtuar se nuk mund të iket nga një kontratë shpirti. Edhe ti ndjen këtë afrimitet brenda vetes. Shenja më e qartë që energjia e saj ka ndryshuar është që frika brenda saj po fillon të shndërrohet në dëshirë dhe ti e ndjen këtë. Energjia e saj nuk ndihet më e rëndë apo e hutuar. Ti ndjen se diçka brenda saj është bërë më e butë, më autentike, më e prekshme. Intuita jote, busulla jote më e sigurt të thotë se lufta e saj e brendshme ka përfunduar dhe se ajo po vjen drejt teje. Në të njëjtën kohë, ti merr dhuratën e një paqeje të papritur. Kur universi fillon të lëviz diçka të madhe në favorin tënd, ai të jep një qetësi që nuk lind nga dëshira, por nga siguria shpirtërore. Papritur frika dhe nevoja për kontroll zhduken. Ti ndihesh i sigurt, i qetë dhe i mbajtur nga një siguri e palëkundur se ajo që të takon, tani po vjen. Kjo qetësi është prova që universi po përgatit rrugën dhe po të përgatit të mirëpresësh këtë fazë të re me një zemër të forcuar jo nga dhimbja apo padurimi, por nga pjekuria dhe besimi në rrjedhën kozmike. Personi tani ndjen se koha e dyshimit ka përfunduar dhe se nëse nuk vepron tani, do të ndjente dhimbje të thellë. Ajo ndjen se energjia jote e tërheq në mënyrë të parezistueshme. Ajo ndjen se shpirti i saj gjen paqe dhe të vërtetën kur lidhet me ty mendërisht ose shpirtërisht. Ajo e kupton se shumë nga vendimet e saj të gabuara dolën nga frika, papjekuria ose mungesa e guximit, jo nga mungesa e ndjenjave të vërteta. Tani, ndërsa kjo frikë shpërbëhet fal punës energjetike të universit,
thelbi i vërtet i ndjenjave të saj del në pa, dëshira e sinqert për të afruar, për të folur, për të rindërtuar, për të sjellë qartësi dhe për të zgjedhur përfundimisht. Ne qëndrojmë pikërisht në pikën ku historia juaj e papërfunduar fillon përsëri. Energjia tashmë po lëviz dhe shtytja e saj për të ardhur drejt teje është e menjëhershme. Burimi ka aktivizuar sinkronizimin e përsosur. Ti ndjen këtë siguri, këtë paqe të papritur. Për ta ankoruar dhe për shpejtuar këtë lëvizje energjetike, të ftoj të shprehësh hapjen tënde. Shkruaj tani në komente se cila e vërtet për këtë lidhje është bërë më e qartë për ty gjatë ditëve të fundit. Duke emërtuar sigurinë tënde, ti aktivizon sinkronizimin me universin. Sinqeriteti dhe deklarata jote janë një spirancë energjetike që konfirmon procesin që tashmë është në zhvillim. Në pjesën tjetër do të kuptosh pse kjo lëvizje nuk është kthim në të kaluarën, por ndërtimi i një fati të ri. Është thelbësore të kuptosh se ajo që do të manifestohet së shpejti nuk është përsëritje e së kaluarës, por versioni i transformuar i asaj që gjithmonë ka qenë e destinuar. Universi nuk i mbyll ciklet për t'i rihapur me të njëjtat frikëra dhe plagë. Ajo që po vjen është një ribashkim i bazuar në pjekuri, një fillim i ri i ndershëm ku frika është zëvendësuar nga siguria. Burimi nuk e ka përdorur vonesën si ndëshkim, por si kohë të nevojshme përgatitore që të dy të mund të mbani madhështinë e kësaj lidhjeje. Ky kohëpritje ishte një periudhë mjeshtërie shpirtërore, një fazë në të cilën secili prej jush duhej të përmbushte detyrën e tij të brendshme. Ti kishe për të mësuar mësime për vlerën tënde dhe vetë mjaftueshmërinë për shërimin e pritjes së padurueshme dhe për gjetjen e paqes së brendshme. Ndërkohë, personi tjetër duhej të mësonte të shëronte frikën nga dorëzimi, të hiqte armaturën e logjikës dhe të integronte hijet e veta për t'u kthyer me ndershmëri të plotë. Ndarja ishte një shkollë për ju të dy. Ribashkimi pra nuk është një rastësi romantike, por përmbushja e një marrëveshjeje kozmike që shpirtrat tuaj e kishin bërë prej kohësh. Universi nuk do t'ju kishte bashkuar përsëri nëse kjo fazë e mjeshtërisë nuk do të kishte përfunduar. Personi tani kthehet me një qëllim të ri. Më parë ajo kërkonte arsye për t'u larguar, tani kërkon mënyra për t'u afruar, për t'u shëruar, për të folur dhe për të ndërtuar. Shtysa e saj nuk buron më nga konfuzioni, por nga qartësia që fuqia më e lartë ka vendosur në vetdijen e saj. Ajo udhëhiqet nga një vullnet më i madh drejt asaj që ka kuptim dhe qëllim. Tani ndjen përgjegjësinë energjetike për të sqaruar atë që ka mbetur e papërfunduar, sepse ka kuptuar se një rreth i hapur e kishte lidhur energjinë e saj dhe e kishte penguar të ecte përpara. Kjo është një rikthim nga pjekuria. Ajo ka kuptuar se lidhja e vërtet kërkon ndershmëri radikale. Ajo nuk mund të sillet më sikur asgjë nuk ka ndodhur ose të kthehet me premtime boshe. Ajo udhëhiqet të kërkojë një bisedë ku të thuhen të vërtetat, të pranohen frikërat dhe të vendosen themelet e një marrëdhënieje që i përshtatet thellësisë së lidhjes suaj. Ajo kërkon qartësi, jo keqkuptime të reja. Edhe ti je përgatitur ta pranosh këtë ndershmëri jo nga dhimbja, por nga qetësia dhe mirëkuptimi. Roli yt në këtë proces është vendimtar, edhe nëse duket pasiv, ti je spiranca e paqes në këtë sinkronizim. Burimi të ka çliruar nga barrat e vjetra dhe të ka dhënë një siguri që lind nga një njohuri e thellë, që ti je i denjë. Energjia jote, e cila tani rrezaton qetësi, siguri dhe forcë të brendshme, është forca magnetike që udhëheq personin tjetër përmes stuisë së shërimit të tij. Kur shpirti i tij lidhet me energjinë tënde, ai gjen një paqe që nuk mund ta gjejë askund tjetër dhe kjo paqe është drita që ai ndjek në mënyrë të pashmangshme. Universi është kujdesur që kjo afrim të ndodhë vetëm tani në një moment kur të dy jeni në gjendje të mbani atë që më parë ju shpëtonte. Kështu sigurohet qëndrueshmëria e fillimit të ri. Personi tani përballet me vetdijen e kontratës së shpirtit edhe nëse ndoshta nuk e quan me këtë emër. Ai ndjen forcën e parezistueshme të një lidhjeje që nuk e ka lëshuar kurrë plotësisht. Ai kupton se të gjitha sprovat dhe dhimbjet larg teje në të vërtetë ishin mësime që e përgatitën për të ndëruar këtë marrëveshje.
Shpirti i tij tani është në harmoni me qëllimin e tij dhe ky qëllim e shtyn ta gjejë ty për të përmbushur marrëveshjen kozmike. Tani ai ndalon së ikuri, së ngatëruari dhe së prituri sepse shpirti i tij flet më fort se çdo frikë. Kësaj here ai do të kërkojë me guxim me gatishmërinë për të nderuar atë që ndjen dhe për të pranuar se prania jote e ka shënuar jetën e tij në një mënyrë të pashlyeshme. Ky ribashkim është prova se ndarja ishte një hallkë e domosdoshme në procesin e pjekurisë dhe se fati është shumë më i fortë se vendimet që dikur u morën nga frika. Universi konfirmon se paqja që ndjen tani dhe siguria që të rrethon janë dëshmi se ajo që është lëvizur është e pakthyeshme. Kësaj here nuk është një përpjekje, por një bindje. Është ndërtimi i një rruge që do ta ecni së bashku mbi themele respekti, ndershmërie dhe qëllimi të përbashkët, në harmoni me marrëveshjen kozmike që shpirtrat tuaj e kanë bërë para se të mishëroheshin. Je gati, sepse shfaqja e kësaj lidhjeje të re është shumë afër. I gjithë procesi i pastrimit, i shpërbërjes së pengesave dhe i përafrimit energjik e ka çuar këtë person në një pikë të vetme në realizimin e një sigurie të pashmangshme. Zgjimi që ai ka përjetuar nuk mund të ndalet më. Është një bindje që rritet në heshtje brenda tij dhe bëhet çdo ditë më e fortë, më e qartë dhe më e pakthyeshme. Ai tani kupton plotësisht se të injorosh praninë tënde në jetën e tij do të thotë të mohosh një pjesë thelbësore të fatit të vet dhe se shpirti i tij nuk do të gjejë paqe derisa të nderojë të vërtetën e kësaj lidhjeje. Në këtë moment ai po mendon si të afrohet. Nuk është një veprim spontan, por një vendim i vetëdijshëm i udhëhequr nga fryma. Ai po mendon si të flasë, si të shpjegoj procesin e tij të brendshëm dhe si të kërkoj falje jo vetëm për heshtjen e tij, por edhe për mungesën e guximit. Shpirti i tij nuk është më i përqendruar te frika, por te qëllimi më i lartë që ju lidh. Ai e di që duhet të veprojë me ndershmëri dhe se së shpejti do ta bëjë. Ai ndjen se çdo hezitim tjetër do të ishte një tradhti ndaj vetvetes dhe një pengesë në rrugën e tij. Kjo bindje së shpejti do të manifestohet në jetën fizike përmes një gjesti, një mesazhi ose një veprimi që do të shënojë fillimin e këtij kapitulli të ri. Do të jetë një hap i qartë dhe i vendosur pa dyshime dhe pa mundësi të tërheqjeje. Dallimi vendimtar kësaj here është se ky veprim nuk vjen nga vetmia apo nevoja sipërfaqësore, por nga vetdia se ai duhet të lidhet me energjinë e paqes tënde për të ecur me të vërtetë përpara në jetën e tij. Ai e kupton se prania jote është katalizatori i transformimit të tij. Duhet të kuptosh se ajo që është lëvizur është e pakthyeshme. Kur burimi ndërhyn për të rregulluar fatin dhe për të shpërbërë frikërat, ajo punë është e përhershme. Ky cikël mbyllet që energjia midis jush të mund të rrjedhë lirshëm, pjekurisht dhe në mënyrë ndërtuese. Ajo që po vjen drejt teje nuk është një vizitë e rastësishme, është një konfirmim i fatit. Ky person afrohet me dëshirën për të ndërtuar, për të shëruar dhe për të krijuar një bazë të qëndrueshme që frika nuk do ta shkatërrojë më kurrë. Dera që hapet tani është një derë e qëllimit. Kur vullneti më i lartë thërret, rruga ndriçohet dhe manifestimi është i sigurt. Universi të ka dhënë paqe në mënyrë që të kuptosh se nuk ke nevojë të detyrosh asgjë, të manipulosh asgjë dhe se detyra jote e vetme është të mbetesh i përqendruar në dritën tënde. Duke ruajtur këtë qetësi, i mundson personit të gjejë dhe të njohë sigurinë që kërkon. Ky mesazh është konfirmimi përfundimtar i asaj që e ke ditur prej kohësh me intuit. Ky ndjenjë sigurie nuk është një dëshirë e zbrazët, por një sinkronizim shpirtëror që shënon fillimin e një faze të re. Nuk ka më dyshime, as frikëra. Ajo që po vjen është një rrugë qartësie dhe përmbushjeje. Kujto, universi punon në heshtje, lëviz fije të padukshme dhe heq pengesa që nuk ke mundur t'i shohësh. Tani që kjo zbulesë të ka arritur, të mbetet vetëm një gjë t'i besosh rrjedhës. Transformimi i këtij personi është i vërtetë, lëvizja e tij është e pashmangshme dhe zemra e tij, tani e liruar nga zinxhiret e frikës, ka vetëm një qëllim, rrugën që të çon përsëri tek ti. Vazhdo t'i besosh sinkronizimin. Paqja jote e brendshme është qelësi që hap derën e fatit që të pret.